Ka thonë me një rast tjetër, pejgamberi Muhammed a.s. niset për umre. Armiqtë e Mekës nuk e lejonin. Dhe pejgamberi në mes rrugës ndalon dhe e çon Osmanin si ambasador për të negociuar që duan vetëm të bëjmë umre në Kabe dhe të kthehemi në Medinë. Vjen lajm i rrejshëm që Mekasit e kanë vrarë Osmanin. Vjen lajm po i rrejshëm. Por që këto nuk e dinin akoma që është i rrejshëm, menduan dhe ambasadori nuk vritet. Thjesht sjell lajmin dhe ikën. Pra vrasja e tij ishte një ngjarje shumë e rëndë. E çonte situatën luftë. Dhe pejgamberi a.s. mendoi kur erdhi lajmi që e kanë vrarë, mos janë friksu. Ato që e shoqëronin ishin afërsisht 1500 njerëz. Ishte i hije peme. U ul pejgamberi a.s. dhe tha: kush qëndron besnik, le të vit ma jap besën. Kush është i friksuar, le të vazhdoj. O Zot, për nga besnikëria, për nga islami i shkëlqyshëm, dhe jo si muslimanët e kohëve moderne që e shesin islamin për gjërat vogla të saj bote. Kanë nxituar duke jarë shokët e pejgamberi a.s. kështu, dorën për besë, ato të gjithë njëri pas tjetrit i vendosin dorën i thoi, të kemi dhënë besën ja Resul Allah, që ne jemi me ty dhe nuk e trastojmë islamin. La ilaha illa Allah, mbas kësaj zbret ajeti, qad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Shumë u kënaqi madhi Zot kur njerëzit e ndershëm dhe besimtarë devotshëm të dhanë besën që nuk devijojnë dhe nuk friksohen. Dhe pejgamberi i mlodhi të gjithë i tha, dëgjoni, juve që më dhatë besën që të gjithë, ka siguru i madhi Zot nuk do t'ju preki as një sekond zjarri i xhenemit. Ju tha, shikoj, subhanallahu çfarë përgëzimesh. Ju tha në këtë sekond që po flas, jeni njerëzit më të mirë si përfaqen e tokës. Pra s'do t'ju preki as një sekond xhenemi. Ju ka fali madhi Zot, i qofshim atij fal. E sa Zot i mirë që është ai.